Të dashur shikues, po rikthehemi edhe me një epizod të emisionit Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kemi Vesel Nezirin, ish pjesëmarrës në luftën e Kosovës, edhe njëri ndër ushtarakët më dalluar të asaj lufte. Vesel, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Vesel, po shkojmë gradualisht, nëse për shtatë të aty domethënë në mënyrë kronologjike, aktiviteti yt publik pashëm fillon 96-ën. 96-7 minimalisht. Pastaj kulmon me luftën. A mundesh më na tregu pse dole në Tiranë në vitin 1996? Pra, kronologjia fillon diku në vitet 94, kur kasapi i Ballkanit Milošević e rëmojti miting në Mitrovic, te vendi i quajtur tek Rashi, që sot njihet si Ura e Ibrit. Në gjatë atina të bimi, po të njëjtën ditë, Senati i Universitetit Fakultetit të Universitetit të Prishtinës mori vendim me largu fakultetin Zeta Aerometallurgjik nga Mitrovica me dërgu në Prishtinë. Kjo e revoltoi pa më studentet, unë isha atëherë thuajse në përfundim studimeve, kisha edhe 2 provime për të përfunduar fakultetin e metallurgjisë në Mitrovic, dhe me qenë se Unioni i studentëve ishin student viteve të dyta dhe treta kryesisht, nuk kishin dëshirë mu ballafaqu me profesorët e cilët kishin marrë një vendim për me largu fakultetin, unë psaktuan si kryetar të grupit për me kthy fakultetin Mitrovic. Gjatë bisedave që patëm me rektorin Statovci dhe me akademikun Minir Dushi dhe kryetarin e Senatit Fetaje Gjiv, pasi ju sqaruam në përkrimlisht se çka ka ndodhur gjatë kësaj faze, rektori Statovci më drejtoi me këto fjalë. Nëse dikush dikush ka marrë urdhën për marrë fakultetin Zeta Aerometallurgjik në Prishtinë, jam thot unë, sepse si më thënë se juj, na kanë thonë krejt tjera çka po thuti. A mundesh me na dëshmu se këta profesor kanë manipulu dhe kanë deshë që fakultetin qëllimisht me largu nga Mitrovica në Prishtinë. Erdhen, mbajtëm lidhje me student dhe pas gjithë 6 muaj bojkot, arritëm me kthy fakultetin Zeta Aerometallurgjik në Mitrovic dhe t'i largojmë 12 profesor doktor nga puna. Tu fillu me ana çfarë ka nevojë, e Krembeqiri, Luleta Pula, Hamit Mehmeti, Milajete Shala, Musa Riza, Kadrush Berisha, e tjerë. Pas kësaj periudhe, ne kërkuam që për dekant fakultetit kthehet akademik Minir Dushi. Pas kthimit të Minir Dushit si dekani fakultetit, filloi puna dhe studenti i parë i cili erdhi dhe diplomoi në Mitrovic ishte Besnik Kristelica. Besnikun ma vonë, forcat serbe e detyruan prej torturave apo thonë se ai ka kërcy nga kati i 4, por nuk e besoj sepse të njoft qëndrimin e Besnikut, ai nuk ka bërë vetvrasje. Atë pas torturave ai ka mund vdes në dorë mbrenda në dhomë dhe pastaj ta hedhin nga dritarja në tokë, ai vdiq dhe Minir Dushi dhe rektori Statovci më urdhnuan që unë se studenti i dy që diplomën në turizm isha unë pastaj dhe thanë mbrëmja të ka nxon këtu në mëngjes se duhet të ashtu dhe unë pastaj në mënyrë ilegale dola në Tiranë. Në vitin 1990 me 11 tetor 96. Po. Çu gjete jetën atje, sa atje nuk u kon domethënë se ndol pe komunizmit. Unë në tonë, si të ri atëherë, krejt vullnetin për më angazhu, për liri, për pavarësi, për gjitha, to shpresu në Shqipëri. Me hyrjen në Tiranë, në gjësirion Tiranë, po në kufinë është kalu për mes liçenit, në hot edhe për mes Tuzit, kam kalu për mes Hekurudhës, dhe kam dalë në pjesën tjetër të Shqipërisë, kur jam dalë atje dhe kam pa ushtartë në atë gjendje, pa uniformat mira, pa armatim dhe pa gjana, dhe kur pastaj kam filluar rrugën për me shku për Shkodër, jam dëshpëruar shumë. Kur kam shku në Tiranë, disi ma mirë ishte jeta të organizuar, kish pak ma gjallëni, por bardhënia ishte në kol, edhe dëshpërimi ishte, sepse na të gjithë kemi menduar se Shqipëria është ajo që do mbron Kosovën. Lëvizja për universitetin, apo këtë një farë tentative se hopi por drejt ndarjes Mitrovicës. Po me gjas, atëherë me të vetëm 4 fakultetet serbe në Mitrovic, dhe kjo ndodhi pastaj sepse edhe infrastruktura që është bërë, nëse ke qenë Mitrovica para luftës, këtë infrastruktura ka qenë prej Urës Ibrit e tutje.
Kush nuk i përmend për shembull shumë e madhe çështja e xhamisë në urën e Ibrit, por nuk ka qenë xhamia e fundit në urën e Ibrit. Xhamia e Ibrit ka qenë edhe te Poleti. Atë xhami regjimi ka bë, ata i thoshin tomboll dhe thashë vitojnë bastore, ka panë xhamia tjetër në Bojsk, po që këtu nuk përmendet, po kadal gradualisht. Në Bojsk ka pas xhami, tash ndodhi sulmi. Po, ka pas xhami dhe kur nuk përmend, ndërsa po ti pash islamofobët, për shembull, duke fol për xhamiat, thonë se serbisi konvenojnë xhamiat. A realisht sa xhami kanë qenë Nish, sa kanë qenë Beograd, sa kanë qenë Bojsk, sa kanë qenë Mitrovica, sa xhami e shkatruan në Kosovë. Pra lufta ndaj popullit shqiptar ka shkuar në dy fronte, duke sulmu islamin dhe duke sulmu shqiptarët përmes islamit. Nëjoja se këta janë të rrezikshëm edhe po për fat keq islamofobë sot po na sulmojnë. Mirë po nuk kanë mja dalë sepse populli shqiptar ka një traditë, ka një kulturë, edhe kombëtare edhe fetare që nuk i ndal. Në Tiranë për vitin 1996, çka bëna, e vazhdoi studimet atje? Tash fillova aty, shkova me një rekomandim që ma japën rektori Statovsi dhe Minir Dushi, që të vazhdoj studimet për doktoraturë. Ata kishin pas një kriter që nota mesatare duhet jetë mbi 8 për të vazhduar studimet. Nota mesatare në okupim në regjim nuk e kisha notën mbi 8, e regjistrova fakultetin e dytë me mundësi që 2 vitet e para mu numërun dhe vazhdova në drejtimin e shkencave të materiale në drejtimin e makinerisë. Fillova aty studimet, ndodhi që ndodhi, u dufke dishtim me qëndru, unë juftova me shoqatën Kosova, me shoqatën Qamëria dhe me lëvizjen për bashkimin kombëtar. Jo LKQK-ja Kosovës, për bashkimin kombëtar ishte një Hazir Shala aty, edhe fillova aktivitetin, më caktuan si gazetari i shoqatës Kosova dhe ndodhe që mas pak të e pritshëm na, ndodhi ngjarjet e natës 7-s. Në Shqipëri? Në Shqipëri, ato ishin ma thonë asë lufta në Kosovë, sepse më nuk dishe as kush po vritet, as kush po të vret, as kom për vret. Mirë po... E dolë që të kohë publikisht, a e mbyllë ma shumë... Jo, une përmes qësaj lejes që kisha, se kam e vete, po një di dojnë nxjerrë gjitha këto dokumenta, dola dhe dilsha në levizje sipër, dhe ajo më ka ndihmu shumë që të qarkulloj. Mirë po, sot e kësaj dite, kush nuk e përmend. Shqipërinë në atë kohë e ka shpëtu tanë Suqiller. Në çfarë aspekti? Ajo, kur hynen forcat greke dhe i shkollën piramidat, pjesën e jugut, dhe fillun me masa flitet vetëm greqisht, ajo i drejtu qeverisë greke. Në qoftë se notë integritetit territorial i Shqipërisë, Turqia, Stamboll është vetëm 2 orë larg Athinës, për 2 orë vjen Athinë, ata pastaj u tërhoqën thanë jo, ne jemi veç me mbrojtje minoritare, sepse gjithmonë thirrën këto mbrojtje minoritare ose mbrojtje të kishave, edhe u ndërprej kjo aktivitet. Ai aktivitet pastaj me sprazjen e orëve prej depojve na ndihmon edhe neve që pastaj tërmatosim dhe të fillojmë luftën në Kosovë. Kur çfarë ishin kontaktet e para që i pat, që shërbyten si urë për me hiju në luftën në Kosovë? Isha njerëz të porë që i njofte që u inkuadrohen luftë. Na studenta që ishim nga Kosova, Maqedonia, Presheva, Bujanovci, e kishim një kafe Aroma. Aty u takojshëm edhe bisedojshëm, po çdo herë që u takojshëm dhe bisedojshëm kishim të njëjtin hall. Çka po ndodh në Kosovë? Edhe takova edhe me komandantin Hysem Berishën dhe tjerat, dhe pastaj fillun celulat e para të lëvizin dhe dalin shesh. Që natë pastaj fillojmë një aktivitet ma detajlishëm në këtë aspekt. Me Hysem Berishën jemi njoftën, ka qenë edhe ai student, edhe fillet e asaj që mu më kanë bë, ka qenë kur ne pas masakrës që dodhin, pas luftës që dodhin në Prekaz, u majt një akademi përkujtimore, edhe në atë akademi përkujtimore morem pjesë shumë figura dhe nga aty pastaj fillum që të lëvizim pak që edhe na marrëm hapat e duna, por gjithmonë edhe atje, edhe në Kosovë kish një farë frike sepse ish një farë regjimi që ty nuk bëjke letë mundjet ose me dalë letë shumë me bisedu për to çështje. Aja që më ka bë përshtypje edhe që i kam besu shumë Hysem Berishës,
ka qenë në Muzein Kombëtar mbahet një akademi, në të cilën ishte duke folur për masakrat e Qirezit, e Likoshanit, e të që ndodhën, ishte duke bisedu, ishte ministri i arsimit e Temruka. Dhe gjatë asti fjalimi në sallë hyn Azem Hajdari. Azem Hajdari në atëku ishte i plagosur në parlament dhe hyn me ato patericat dhe momenti që hyn krejt salla ngritet dhe kam thot Azem. Edhe Temruka ja mikrofonin të urna, foltoria është për ty. Edhe pse socialist, po, dhe del Azem Hajdari dhe ju drejtohet. Do t'i bëj thirrje qeverisë shqiptare, nëse nuk i ndihmoni vëllezërit në Kosovë, unë metropolitën mi di kemi shkull kufinin. Aty pastaj kemi fillu aktivitetin, kom fillu me ban mobilizim për luftë në një lokal që ka qenë mbrapa në qendër të Tiranës, përballë Hotel Dajtit ka qenë një lokal i një shqiptarit e Maqedonisë dhe kanë qenë dy lokale të rëndësishme që kanë nejtë shumë kosovarët, ka qenë Nikolina dhe Kumanova. Mes tyne, aty kom fillu me ban mobilizim për luftë edhe jam shumë i kënaqur që kom mujt me ndihmu të gjithë banorët e rrafrit e Dugagjinit, të cilët të partë kanë ardhur në Tiranë, i kemi sistemu edhe lidhet me familjet e tyre ka marrë kryesisht përmes zyres ku komponohen. Në inkuadrimin luftës kemi fillim prillit me 2 prill, qysh edhe tash unë po them, na fillum tash një ditë rastisht vjen Hysem Berisha në Tiranë me ushtarët e vet. Kishin ardhur 5 ushtarë dhe Hyseni po i rreshton edhe unë të pash si shok, më dog vetja sikur kur kom qenë në Jugosllavi e moj ke fal disiplinë edhe në Tiranë. Edhe i tham liraj djalët. Të pin kafe dhe Hyseni pi thot ky është komandanti jam. Tash s'po do më qitum veten në pozicionin e që po kundërshtoj, edhe po më thotë apo jemi na vizitu. Tha shumë shpejt ku më ardh. Edhe në ditë për ditë unë vendosa të shkoj në Bajramcur, nga Bajramcur të shkoj në Babin, në Babin gjej ushtarë të servit me Hysenin i rreshton ushtarët dhe do mu prezentu para ushtarëve, thash ja nuk kanë ta nevojë mu prezentu para me, se unë tash e tutet e më rresh me ta bashkë. Edhe nga jo, ditë unë u aktivizova në Babin në rolin e në radiolitje, me qenë se edhe në Tiranë punoja me telefone dhe me qona, kështu që e mora detyrë deri me 8 prill. Me 8 prill ishte kalum në Papaj, në Papaj ishte edhe shtabi, një pjesë e komandas ishte në Papaj, edhe atë ditë u vendos që me 8 prill ne t'i kryjmë të gjitha përgatitjet që në mënyrë diversante me marrë kazermen në Koshare, postën kupitare. Dhe aty kemi dalën me një grup ushtarësh të cilët janë kanë të servitur që me hy në mënyrë që me hy brenda në kazermë dhe me e marrë në kontroll. Gjatë atyne ka pas ushtrime me armatim normal. Një ushtar është plagosur aty, ai ka qenë Florim Demaj, është zu, edhe e lëndoj mjaft gjunin. Unë, duke qenë se shkollën e mesme e kisha të mjekësisë, na i kishëm ditë pajisje të dhe mora ja lidha plakën. Edhe marrëm atë djalin së bashku me komandant Skender Hasançekin, e çojmë brenda në Papaj, kur e qojmë, aty për herë të parë takoj Agim Ramadanin. Edhe na punojshëm me Skenda mu edhe Zeki Shulemojn që ishte nga Prishtina, na kishte njerëz më të afërt vet, edhe po më thotë unë do marr urnat përmes teje, pastaj ti përmes Zekis do në vit fronti do i shpërndajmë informatat. Ndërkohë po më pyet Agim Ramadani që unë nuk e kam ditë emrin. Nuk kam njoftë si ka thonë, tha ke qenë shërbim ushtarak, thash po. Qa ke punu, tha shërbim sanitar. Edhe unë gret për i veni, tha hopa, doktor. Tha nuk jam doktor, unë jam teknik medicinal, jam inxhinier. Ajo tha ti bash doktor. Tha se në mal nuk do të bësh operacion. Po ushtarët do ta dinë se kanë mjekun me vete dhe të ani veten shumë atë sigurt. Tha edhe është hera e parë që ndoshta një ushtar ka marrë një informat nga Agim Ramadani. Po tha me përgjegjësi të plot, thotë është gjallë Skender Hasançekaj. Edhe besoj që kam i mbishpritje të informat, tha Skend, del tha i të bën ushtarët, ka qenë dikun ka ora 4 mbasdite, e prezenton doktorin, si doktor para njësitit, nesër në ora 6:20 të vetë kufini. Dhe ju lutna, keni me shku deri në padesh, nuk du as një zhurmë dhe nuk du më ndigju as një zë. Kemi dalë, jemi të bu,
kemi mbërrit diku natën pa desh dhe diku nga 5 mëngjesit dhe qemi fund territorin e Kosovës. Besimi që është një doktor aty, besoj ju ka ngritur edhe më rolin në shtorëve. Po tash ata i kam dëgjuar disa ushtarë. Të thonë qatë qishëm të nejtë aty, ndoshta kam bisedu se jenë frigu me dezertu prej vendit, pe i thot njëri tjetrit. Ky me fakultet, doktor, e po rrejnë me neve, po flenë këtu, e the me klas 8, po do me shkua. Dhe ma nishin një farë përgjithësie, unë me të që e kom dhënë kontributin tem, as të një ushtar i plagosën ose i vranë nuk kam me ndorë serve, ku unë kam marrë pjesë dhe më prezentatë. Kënë që e kam e radiolidhja, të karomi po këtu me figurë, dhe me thonë, Fisnik Ismaili një për tyne që dorë publikisht. Fisnikun, në qatë ko kur jem konunën në babin, nuk e kam po. Vesh në Këshore. Po ma bon, tani... Po, kur shkëshe me mush ato baterit e radiolidhe, se më radiolidhe në mojshë prap me vete, sepse na vdështe për luft. Kjo ishte sa i përket fillimit. Po, për përmene Sali Qekajn, që është një në për akterve kryesor në Këshore. Atë karome të aku në Këshore, dhe me thonë, prill, pasaj ka gjysmë aprilli dhe që bjen. Unë do nalë në kronologjikisht. Me 9 prill, kur kemi hynë në brenda teritorit të Kosovës, ka qenë diku në ora 5 e mëngjesit. Në fondimi u bë natën. Natën, shikara, kur kemi hynë brenda teritorit të Kosovës, ka pas edhe borë, edhe të gjithë e kanë mendu që pjesa që ka pas disiti Skender Hasan Gjekës, ka pas ne ushtarët në 32 sa kemi qenë, kemi pas për detyrë me hynë brenda në Karaullë. Dhe të gjithë e kanë mendu që si pika me fështirë do tjetë qysh me hi ushtarë në Karaullë. Pika me fështirë doli të Vlojtoria, ku para se me fillu sulmi jonë, mbritën 4 ushtarë tonë, merret pika tjetër ku ishte Agim Ramadani, dhe na ishim pozicion ballë për ballë me Karaullën, jësisht me postë kufitare. A dite këto 2 pika janë marë, është marë Vlojtoria dhe është marë pjesa ku ne qyshim topi kundër aeror, ndërsa ne Karaull nuk e mujt me hy. Pra luftimet kanë vazhduar gjatë gjithë ditës, dhe për fat mirë, në siti jonë për 32 ushtarëve, deri me 16 prill. As të një ushtar i jonë nuk është vrarë. Me 16 prill, sot ku janë varresat, vjen një thirrje në radiolidhe përmes të Skender Hasan Gjekës, komandant note si kishte nufken, dhe po kërkon Sali Qekaj që të vinë sepse donë me ra raste e Koshares. Na pregadit, na thret komandant noti, thot, ju lutem, thot, ne do shkojmë në një territor të panjoftën. Ha një ushqim, pastron një armet, dhe dohet pa tjetër me shku, me ndihmu, sepse në qoftë se bjen raste e Koshares, bjen edhe pika kufitare. Posta. Pastaj, na një 4 orë kemi ba, që se i ke vrejt ato farë, pjesa, ty ka me shku, besoj që çdo njëri prej neve ka pas 40-50 kg në shtëpinë. To është liri edhe po. Nuk smunesh me shku. Unë sot më thon shkam, nuk besoj që më me nisi atë rrugë. Dhe kemi shku aty, kur kemi shku, na ka thonë këtu ndalë. Edhe më ka urdhënuar mua që të jem ushtari i fundit. Unë gjithmonë isha kram me to, edhe unë ndala po shikoj thash, pse unë i fundit? Unë mendova që ky po mendon që më po frigon ose diçka. Jo, ta ti do të rësh i funit. Qofse plagosim na do të marrën time. Sepse këto mund të ketë vranë. Dhe kam fillu unë të qëndru, edhe jemi ofru na në pozicione ku na kanë thonë që janë serbet. Grupi jonë komplet, u mundu me dalë serbën pjesën mbrapa. Serbet kanë lëviz nga kja pikë dhe na kanë dalë mbrapa neve. Kam fillu luftimet, dhe gjatë atyne luftimeve, jenë mbra 3 vetë thonë, është plagos komandant Skender Hasan Gjekaj, edhe aty për herë të parë më taku me Sali Qekajn. Ai me siguri që mos më ka njoftë. Sepse ushtarë si të gjithë tjertë, dhe çka ka ndodhur? A dite nga 32 ushtarë sa kemi qenë në sitën Skender Hasan Gjekës, të nesmit kemi mbetën vetëm 3. Unë, Sel Neziri, Fadil Gashi dhe Selami Hajrullaka. Jem plagosën 4, jem vrat 3, është plagos komandantit, të tjerët janë veteranë sigurisht, po mas 16 prillit si kom taku më kur. Në Këshore, të janë ka momentet më të rëndësishme, edhe si mjek, në kofe bënë mblaf që veç 4-5 ushtorë, 6 ushtorë të kanë vdekë në përdur. Qa ka ndodhur? Me 16 prill, kur takova aty, fillu në plagosën ushtarë thonë dhe kam shku me tërhikun ushtarin e parë,
ka qenë nga Hani e Lesit, Baftiar Hasamdari, me 5 plagë trup, dhe mu ka drejtu me fjallet me gjysmëzoni doktor Lemu Shkomanalt, shkomandanti plagëst. Pra nuk ka qenë as pak e lehtë, thot në atë gjendje, shko ti merri komandantin e Lemu. Kam shku me të rje komandantin, komandanti kish pas 2 plagë në shpinë, edhe kam i shrok për Snajperkës, edhe jo më ofru, e kam hiku në qantën, e kam hiku automatikun, e kam shumë borë, dhe e kam ngrit thesha sipër me këtyra ka gjakë në shpinë. Unë tash, nështë edhe për frikjes, po na kanë dalë 4 serë për balë, nuk besoj që jenë ka 20 metra masi për neve, edhe më ka drejtu komandanti poshë zoti, mere qantën e luftës, mos bjen plani i luftës, mere qantën e kam planin e luftës në qantë, mos bjen planin në dorë shkive, dhe tërheqo. Nuk e di kush ka gjujt nga ushtarët tonë, ata janë shtri për toka, a janë vra, a nuk janë vra, nuk e di, ata kanë mujt me na ndanive, me na vra, kanë mujt me na vra, lirisht, po ata të du me na kapë qallë. Pastaj e kom marrë, kom të ri komandantin zbashku me një ushtar, ka qenë një mjek i Sufi, ka qenë nga shtimja, dhe disa djelë të Hanit të Lezit për 2 orë gjysë kemi bartën komandantin. Dhe e kemë punë në teritorit Shqipënis, dhe në teritorin e Shqipënis, pastaj e kanë marrë me helikopter dhe sot falë zotit s'kendi ashtë gjallë. Rast tjetër që më ka ba mu me një mirë dhe më një edhe keq, një kosisht, ka qenë në një ditë, duke ka qenë mesi i ditës, ka thirrë një ushtar me emrin Afrem Serimnica, nuk më kujtohen mbi emrin, thot komandant, thot i kam 2 serë bafër. Muj me i vra, po kam qef me i ndonë gjallë. Thot komandanti Afrem, ki kujdes, se është zona e minume, me i ndonë është ma mirë, po rruju, ki kujdes. Na e kemë mbyllë radiolidhen, është një eksplodim i fuqishëm, edhe kanë thirrë që Afrimi ka rënë në minë. Kemi shku me komandantën me disa ushtarë tjerë, edhe kama ju normalisht kësh qafë, pjesa e fundit komplet, dhe gjakdhira ishte e madhe. Çka të bëjmë në atë moment, e kemi marrë me fashë, kemi lidhë kama dhe mes një druni duke shtengu, derisa e kemi ndalë gjakdhirën të nësi, kemi marrë, kemi futur në teritorit Shqipënis, aty kom taku doktor Eshtimi Kadrim, cili më ka thonë shko me transporter qoj dhe më baram cor, mirja kenal gjakun, mirë po ki kujdesin çdo 15 minuta do të me liru pak kamën, që mos të, sepse në qofë se zgjat ma thepër ka nga i banët, ka ngrenë do të me amputu ose me këput kamën, ta të lirë dhe ja thënë nga njëherë që të rrjedh gjaku. A i kishte 2 infuzionat në 2 durët, edhe unë duhe qua për bajram cër, për i thëmë Afrem, e liroj veç pak të dirë dhe do gjakë se është ma mirë për kamën. Dhe në ato momente si është kanë është ngritun, për vendit, edhe ka fillu me shtrydh kamë dhe theke nashtë se po dirët për Kosovën. Rasti tjetër ka qenë me Humdi Shelemetin, cili ishte djalë i rritur në Gjermani, kishte ardhur nga Gjermania, e dinte mirë gjermanishten, dhe na e kishëm një snajper amerikano-gjerman Max Pat, i cili pastaj në erdhën e disa snajperka të mirë aty, dhe i ushtrejke ushtar tjerë për snajperkë. Humdia përkthente aty, edhe, po më thotë, komandant Hyseni, besel të t'jen ardhë një agjensi, edhe dojna me dalë sot me po pikat e me qune për pika ku janë, edhe unë të ba i gare për thëmë komandant, apo luftojmë, apo i shajmë. Ta jo meri dalë ma tim edhe, hajde, unë po shkoj të snajperisti, ma i ku për thëmë, së disha mirë gjermanisht, po sa me lip diçka disha, e thëmë, geben zemir, ajnë kompelet Google, edhe ma ban doktor snajperist mafioz, ma jepi armatimin, dhe unë pasi u largova, ka ra granata aty, ma i ku ka qenë kom. Unë dhja ka qenë ratë, se si e ka rodhë për edha. Këtë pjesën këtu dhe e kanë zirë këtë pjesën për jashta dhe frimarja filloj të për mes gjokësit tu edhe ishte e pa mundshme sepse ajri hynin moshni duke transportu prena teritorit Shqipërisë ai vdeq. Ka pasur edhe raste tjera që kanë vdekun, besoj që në 16 prili, 19 maj, në 19 prili kanë qenë ditë më të përgjakuna. Në 16 prill tash u vrajtin këta, u vrada në ditë është vrada dhe Mortaja Fadil Maloku. Me 19 prill kemi pasën
dikun mbi 11 vram, mesin tyne është vrarë dhe Sali Qekaj, dhe që ka qenë humbja me madhe, mbas humbjes së Ramadanit. Po dalë të dhe ngjarje tjera, njëna prej më kryesore që u bë dhe simbolik tani është kë thyrja kufirit shqiptar, ajo koma që është e guri, e që besoj shumica ose goti krejt, nuk e din që është koma jote. Shika. Edhe nuk u bë publike deri tash, a mundesh me na e zbardh pak çet rast? Arsyeja pse ka met enigm deri tash ka qenë baba i një ushtarit vranë. Është fjala baba ka qenë baba i Sulejman Shalës, Adem Shala. Sulejman Shala është ka vdek me 11 prill. Ai është vendasi imi, ka frati vitëshisht, nëse frati jam është Tërsten, dhe e kam dëgju duke thonë ai se kamba e djalit tem është mbi burin e kufinit. Edhe unë veç me babën tem kam bisedu në atë ku, thash baba, ajo dek, se herë shefat kam, thot djali jem. Tash a ka lezet, na me dalë, thot me fol, me thonë, jolla shkoma jem, jo shkoma e tina. Çka ndodhi? Dhe si është zhvillu kringjarja. A ditë, dikun, pse po më shefen gjonat, pse po vjedhen gjonat, po më vëngosën shumë. Kur ajo vite nuk është ba me 9 prill. Kur ajo kam migurit kufinit nuk është e 9 prillit. Në 9 prill thash ka pas luftime, s'ke pas mundësi të mu afru me bas film as gjë ndërmjet. Çka ndodhi? Trupat e vramtë të serbëve të cilët besojnë pak pjesë Kosovës si kanë trupat e vetë vranë, filloi koha me nxe dhe filloi trupat me marr erë. Kalben, edhe era e madhe që vind aty na nuk mund me duru dhe vendosëm ata trupa me i vorros. Duke i vorros trupat, i mora aty në ushtarëve për mendimin e fashave, ja vlidha gojen që mos telmon e gjana, edhe fillu me gropos edhe me hedh. Tash nuk e di veç atëre, tash janë këto videot janë shumë shkurt, po atëre përmes me shtaga, kemi tërhiqur me do kraba i thashëm, kemi tërhiqur shak për rripa ose për ta. Ku i kemi gjetën dhe i kemi vendosur, kemi futen në varr. Masi që kemi kry këtë punë, kemi vendosur me hi gurt e kufinit. Pra ka qenë gjysa e majt dikun. Ose 18, 19, 20 maj, tash nuk e di saktësisht. Pasi kemi vendosur në aty, kam thënë komandantit, adin që ka thënë Azem Hajdari. Qose nuk e ndihmoni vllazët e mi kosovar, unë me tropejanët e mi kam e shkull gurin e kufinit. Kemi marrë me he gurin e kufinit. Vallaj, as e kom di që do të bëhet e madhe, as që do të bëhet e vogël. Kush ka argumente ndryshe, det flet. Dhe të shohet video originale që të e ka Milajm Zeka. Dhe të është kanga Azem ti e gjallë. Kemë shu kangën Azem ti e gjallë. Edhe kam vendosë kamën në gurit kufinit, edhe kam përdor një shpreje që ndosha për publik nuk është e mirë, po është originali i kësajna. Thash pshura në Jugoslavi. Në ato momente, kanë ardhur ushtarët e tjerë, kanë qitë kamën mbi gurit kufinit. Tash në atë vito është e prejme dikun. Në atë vito mund tjetë kama Jusem Berishit, mund tjetë kama Bakja Zemit, mund tjetë kama Refik Rasit, mund tjetë kama Ngulabanicës, sepse të gjithë pastaj për i mlefit madhe në ardhe kanë shkit gurin. Po simbolika dhe ngjarja kanë rrjedhur kështu. Mas kësaj, e kom marrë fashën dhe një guri tjetër e kom lidhur me fashë. Do fotografi kanë nxirr Milajm Zeka, po vetë nuk e ka lëshu ende. Dhe të prenda shë disa vdesën Vesel Neziri dhe të nxjerrë, sepse bëhet ma interesant atëherë në vorrem. Cile me në po, që është arsye që si kanë nxjerrë? Tash unë nuk e di, unë po shoh që Vesel Neziri nuk është marrë me politikë. Vesel Neziri kur s'është marrë me politikë, sikur mos të shoh Islami. Ju him parti drejtësisë vetëm pse është shoh feja islame dhe e kom pas se po bëhet një propagandë për çdo kombëtarizëm shqiptar. Dhe që ka ndodhe e morën atë fashën e lidha gurin e kufinit dhe dhash intervistën dhe thash, po i mjekoj plakët e popullit tem, po 100 vjet o derdhë gjak shqiptari shtu, mo gjak shqiptari dhe kam shkavë më nuk shkel këtu, hajdi një bashkon në luftë dhe ai kur nuk e ka nxjerrë këtë video dhe nuk peshet rrugës me nxjerr. Pse nuk e nxjerr, i dina i ma mirë arsyet, po më kumbrengos mu pse ai nuk e nxjerr videon teme. Po pse nuk u bë kur burr një herë me nxjerr videon e një vajze, që nuk po du m'ja përmend emrin, kur haptazi para neve ushtarëve dhe para
kamerës e Mila Jemzekës dhe së para mikrofonit ti deklaron që atë dhe motrën e tina i kanë dhunu serbet dhe i tregon kush janë dhe kur kjo video nuk ka dalë në publik. Dhe ajo është nuk ka publikuar. Unë besoj që ajo është femna e parë shqiptare që është deklaruar haptati para kamerave që është dhunu nga serbet. Ajo kënë koshore. Aja ka orë në koshore, përse se ka që pjesë aty në fshata, të s'po du t'ja përmenden, ajo sot është e martun, inshallah ka fëmijë, inshallah është rritun, i dëshiroj çdo të mirë, po ajo është femna e parë që është deklaruar. Po besoj që dolin zbardhën në këtë raste, nuk po di arsyen pse nuk janë publikuar deri tash. Besoj që e kanë dëmtuar realitetin e luftës. Unë po them, gjeneratat e reja po kanë problem me kuptu të vërtetën. Nuk di pse shefen gjanat. Na sot jem liri. Na sot duhet gjeneratave tjera të reja t'ju trasojmë rrugën dhe t'ju thojmë vërtetën. E vërteta nuk po dëmë qesh. Pse e din ata të cilët po merren me televizione dhe me gazetari. Po në edhe njerë të varrimit serbëve. Që shërë deri të varrimi i tyne edhe që u bo me trupat e tyne? Në zhvarrosa nuk... Une në informacionet që kam nga komandanti Hysem Berisha, thuhet që me qenë se ka dalë video, edhe ata kanë ardhën, dhe mendimin e komandantit, ose me komandanteve, ose me urdhën e tyne, ata kanë ardhë dhe kanë zhvarrosë ata trupa, kanë marrë trupat e vetë, gjë që trupa shqiptare diku 1300 enden nuk dihet ku janë, nuk ndodhen, dhe nuk jep informacione, ato informacione besoj që janë marrë nga brigada dhe ata i kanë dërhiq ata trupa. Dhe pse sot e kësaj dite po gjenden trupa shqiptar, s'fund me kene se nuk e bëjnë mbi shtazhent të Gjakovës. Po dalë të pjesa e ushtarëve që të kanë vdekë në durë, që shukon reagimi, që shke mujtë më tërhik, po në jo që e ke leon atë edhe e tërhik vetë, është ka kësi të ka rëziku jeta. Ja. Me 19 prill, një ushtarë. Emnin, asot e sa dite nuk e di se cili ka qenë. Mas mirë të mund të adin fazi e shala se ka qenë mjek. Pas dhja ka qenë me kuptimin e fjallës mjek. Unë kam qenë teknik. A dite kemi marrë ato ushtarin edhe kështë e goditën snajper ka këtu. Të zemra. Edhe as të një zonë nuk vindi qëtë. Unë mundu me doktorin, gjështë doktori, i kryta dë punë, se si qa doktor. Unë mundu me ja vendosën infuzionin, nuk e pranë infuzionin, kem vendosën me dërgu në territor Shqipënis, po shumë largë, nuk e kemi kalu as 300 metra dhe vdiq. E morëm me mlu me një batanijës të në rrugës, ja falem gjenazën me të imun, dhe ka orë një djallë tuk e vrapu, dhe tha kumet. Tha kërani, këreka, nuk e di. Thash që e ki, a ju më pas ka thonë e kam si vla. Unë mendova që bëhet vla. Tash e qumë për Bajram Cur, edhe duke kalu, e ka pa ku fomen, e mbulume me batenije, kur e ka shplu, ka bërtitën shumë. Tash mjah, moj, i qmendo shtartë, nuk i nevoj me bërtit, tash edhe largov se hup moralin luft. Edhe aty mu ka duk se kur a e piskam që është bashkë, është kanë shumë e ranë për mu, edhe për gjitha ta tjerë që në kanë mirë, po njeriu kur po marrë një rrugë, e kërë fështirë vetën dhe sa të fillan. Masa ndaj mu, vetëm me ndonë se si me shpjellu aktivitetin. Edhe rasti këti, por gjoja që më ka ba mua që më një keqë shumë, ka qenë një ushtari Aziz Tolaj. Unë shkoj asaj dhe ka pozicionet, edhe po më thotë doktor, tha jam smut. Qka ki Aziz, po punona me parafrazu fjallët si ka thonë, to janë të mira, edhe po më thotë mu thash qka ki, tha po më dhamin bobrekt. Thash Aziz, a bobrekt a veshket? Tha doktor, thuj që është dusht, tha mu myte më veshket. Thash qa me bazis, tha du pushem, kësh pas nej 2 dytë pozicione. Thash ku me të që Aziz, tha di me qitë boreka. Edhe po e thrasën komandantin,
po i tham komandant, pra mos i shiftit skenda, pozicionin e skendës e zonës Hysem Berisha. Komandant thash me urdhën mjekut ky kalon në logjistik. Ta qa me bokin logjistik, thash del me qitë burek. Au, doktor, kujna t'ja dhona automatin din me ngre komen. Mi adhon të hollusin kur s'din me të hollu pet. Ta azës, shko më rena teritorit Shqipnisë. Për gjithë të marrë të kemë në e qitë ka 500 bureka. Staleni të pësi mu dhe doktorit keme të këthy këto. Ta vallojmë, po, shkoj Azizi, gatu aty, deri me 10 qershor. Me 10 qershor, shkon granata atje dhe në krypje. Riske. Edhe une, qash e niva vetën, kesh më do që unë e kom që aty, edhe për i thamë une, po mërzit në shumë. Po afro, dhe është një shok, jemi Edman Grabanica, doki, është katolik, kam shokun më të mirë luftës. Edhe po më thot, I klinës. I klinës është, o doktor tha, ka të pu falshe, s'ka pas qare pashku, se dekin e ka pas që ty. Ta shehu, ma mos i mund të se unë. Atë tash po, fëtona e fë, dhe më ka zbutun një parforme dhe ma ka letësu dhe imbjen e Azizit. Ka pas edhe raste tjera, ku ushtari ka mbetën, këtë pjesën e kokës, kur trutet tina me dori ka marri, ka vendos, kry, edhe, fëllam drejten, shumë pak me opinione dhe me njerës, që kam bisedu, unë jemi bindun që shqiptarë sa dhe gëzojnë lirin, po unë e sa të sot flej. Është e ranë, kur i kujton të nqorje, kur i këndot, më të mirë, po, mundona, mos me hinë këto tema shumë, mos me bisedu shumë, po, aja që më banë mirë, kur isha thëmin të shkullje shumë shkollë, kur isha gjanat, po aja që më banë keq, kur përbuzen ushtartë, kur vinë këtë gjendje, kur vinë me përfitu, kush me përfitu, ata që mas pakti kanë ba, unë si Vesil Kurs kisha mendu, që ata që kanë punu për 10 vjetë, me okupatorin kam hitë parë në punë, Kurs kisha mendu që atyne komunist stajë i punës që kanë punu për armikun dhe si më dhanë save nuk kam ju pagu stajë i punës. Kurs kisha besu që minaturët kanë me metë këtë gjende që fare janë, sepse ata janë të parë që e shkullin të themelin e Jugoslavisë. Kurs kisha besu që 25 vjetë mas luftë të Trepça ka me punu dhe prap Beogradi ka më ndërtu, Dzeja ka me shku prap më barë, më shkri. Kurs kisha besu që na 25 vjetë mas luftës keme pagu rrimen ka shtrejt, kur kemi lëndën e parë për një fabrikë. Prandaj, këto janë të rona, mirë po, kur e shep pastaj se sot je I lirë, po këtë liri janë do keq përdorën. Grupet e caktume, të shoqatave të caktume, të cilet dojnë me e degeneru dhe me shkatru këtë shoqni. Këtë shoqni duhet me mbrojt, duhet me rujt, historinë dhe të vërtetën duhet me thonë ashtu si është, dhe unë po shpresoj shumë që poptë ka më vëdësu, ka më folë më shumë për luftën, ka më folë më shumë për vlerat kombëtare dhe fetare, dhe nuk ka më folë për vlerat degeneruese të cilat po shkatrojnë shoqërinë tonë. Po kur përballësh me këtë çdo domethënë vrasje, vdekje, territori mushun me mina, të merret llojit vet. A kitë ke postu domethënë? A kotut atë njëri? Shiko, unë I shaf të dalë të thonë, jo stut, në jo zboj. Unë më pyet a kështë pas dëshirë me pas luftë, kur kësha mos me pas luftë. Po me pyet më bo lufta shkon, unë prap do të shkoj. Për këtë vend duhet me shku prap. Po në këtë vend duhet me jetu njerëz. E një vetën shumë keq kur del në qytet për shembull, edhe një emna, për shembull Clinton, me gjithë respektin, duhet me përshëndetën. Një emna Albright për shembull. Një shumë pak emna Adem Jashari. Tom, gojën plot patriotizëm, veprat punë tona nuk po na shojnë që aty. E merë, I shpjeton librat e historisë, I gjën një faqe për uqëkën, ndërsa 17 shkurti, ka qenë 17 mars, në ngjarjet e 2004-s, komplet ora në Serbi mahet për me hedh vërejën mbi shqiptarët se ne kanë ngdik kishat. Ndërsa o diqë, thënë Kosova në zancit tonë, sot ma shumë mësojnë
për figura tjera se për figura tona kombëtare. Kjo më bën mundi keq, po më besoj që me kalimin e kohës qytetarët edhe kanë më vëdësu, edhe kanë me dhënë rëndësinë e vet, edhe luftës, edhe që pikëzojnë asat. Qeverita ka mbunaj sa për luftën edhe qysh erdhi deri te rritja çka që modhe numrit të veteranëve. Unë besoj 3 janë arsyet që janë rritur, unë besoj. Po. Dhe arsyeja e parë ka qenë Jumi dha një ofertë, po them ofertë. Ai ushtar i cili demobilizohet dhe hjek uniformën dhe e len armën, don mu integru në jetën civile i ka 5.000 marka. Çka ndodhi? Tash unë s'po du, ndoshta njerëzit tu mendu që janë varfëni X personat përgjeshëm dhe pa përgjeshëm filluan dhe shumë vërtetima për të marrë që të 5.000 marsh. Betohem zëtë se ka marrë. Ma vonë, jo me thana, kemi ditun që janë 13.000, 14.000, kemi para pa këto 5.000 euro, tash o bo rritë numri, janë 2.500 euro dhe më në fund të 700 euro. Do të thotë, aty është bo fryrja e listave. Qëllimi nështë ka qenë që këta kanë dalë për luftës, janë të varfën të marrin pare. S'përjashtohet mundësia që nështë ka pasë dhe gjona tjera aty, po unë besoj që kjo ka qenë arsyeja e parë. Arsyeja e dytë ka qenë punësimi. Kush e kishte një vërtetim të veteranit u punësonte. Dikon hajt ço vërtetim, vllav të hallës doja tezë dhe ashtu not, dhe fundit ishte rritja e klientelës për votë. Dhe sot unë jetën time kur s'kisha pranu me konë veteran pjesëmarrës. Çka na kupton fjala veteran pjesëmarrës? Veteran dezerter. Pjesëmarrës në luftë në Kosovë ka qenë prej aty në fëmijëve që kanë gjetë që kanë lidhur në mal, e deta i plakun 90 vjeçar. Gratë që kanë bërë buke. Krejt kanë kënë pjesëmarrës. Po ligjet është shumë qartë, ai që ka pas armën. Të po të ishim kanë 60.000 në rryshe zhvillu lufta. Kjo edhe për historinë është keq se nëse mëson që Serbia u bollavaçu me 60.000 ushtarë, është normal që jo, ai tash rezistenca është një më e madhe. Tash asnjë përqen po i bie se s'ka marrë pjesë luftë. Edhe tash realisht krejt populli ka marrë pjesë luftë. Intervenimi i NATO-s nuk do ishin po. Vetëm pse na kemi luftu. Po pse ndëbuj popullit ton vjet. Unë për shembull e kompani dokumentar në Norvegji. Gjithë do të mund më kanë veteran. Dhe adin sa gradat i mora i plaku të kombi 92 vjet i shkon, ja vendosin gjithë ato plaka si njeri dhe adi që kështë bëj. Gjatë luftës dytë botnore, i kështë mësu 4 vete ka me ikë pi kufini mos me rëndor të armikut. Dhe ato kështë në shpallë hero. Na kemi herojt gjallë, kemi herojt dhekun, edhe nuk ja dham tretmanën e dumë të gjithë. Po të më drejten, nuk kom full. Që marën shumë e këto gjona. Ta mas mirë edhe një lume Allah. Por njerës nuk është shumë rëndësi. Për këtë tokë na do të me vdekë gjithë. Për këtë vend, sepse Allah me derë neve na kështë falë në Amerika, në Japonia, në Gjermania. Po këtu e kemi riskën tonë, këtu e kemi vendin tonë, këtu do të fillojmë, do të punojmë. Do të mundohemi eduku gjeneratat e reja, edhe jam shumë i lumtur që kam mujt me përballu gjithë i presioni, edhe me gjithë veten në vendin tem, edhe me jetu, edhe mia e mi sot me kanë këtu. Do bëj çfarë një pyetje për të shkurtër, domethënë për në koshore. A janë vërtet dallimet mes forë këto çykës që shtojnë në terren, kështu praktikisht a janë vërtet çdo dallimet, jo ti e far kjo ti jo çykë, a një kënd bashkum krejt për shiko. Me plotësi të plot mund të them. Në koshore përveç emblemes UÇK nuk ka pas. Po ka pasun njerëz të cilët kanë orë nga vija e varkut. Individ ka pas individ edhe prej lëvizjes, ka pas individ edhe prej qeverisë, po në front të qetë kanë qenë të veshur të uniformum me ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Po, këto dallime vazhdojnë mas lufte, politizimet politike po vazhdojnë edhe sot të dy paljet.
edhe ona e kondërt, edhe ona tjetër, i keq përdoren mjetet, si fundin velitja tret, si fundin 3%, kur poplet nuk e thanë llogari, ku janë ato mjete, ka shkun ato mjete, çka u bë me ato mjete, po gjithmonë në tension. Një herë LDK, PDK, mbas luftën është i ri, po shumë familje mes vetë ranë konflikt. Ndërsa sot gjitha bashkë kundër vetëvendosjes, prap, por i njëjti skenar zhvillohet. Popullata po ik pi Kosovës. Jena drejt fundit Vesel, të bëjë një pyetje pak jashtë temës, po dalim politik, dhe që motivu kënë dhe më thonë që kjo fushota anti-islame, lufta kundër islamit, islamofobia, që me u kyç në politik. Fundin të kena po dhe kandidat për deputet e koalicioni për familjen. Dhe letë menën që kena arsye që dështoj kjo koalicion, dhe më thonë nuk i arritja 3%. Shika, arsyeja por ka qenë vonesa në formim. Derisa dulen skenë, derisa dulen në pa, ke vonesa e parë. E dyta ke vetëknaqësia. Sepse e qitëshin mirë rezultatin, dhe e treta ke ngulfatja e kandidatëve. Sepse mendun se pragu kalohet dhe individ saktum duhet futen në parlament. Dhe në gjatë gjithë fushatave, në 10-12 të bime që kemi pasën, qytetarët nuk kanë pa ma tepër se 4-5 kandidat duke folë. Dhe aty të pastaj mrenda për mrenda strukturës besoj që raja entuziazmin, sepse u pa e ke qarë se individ saktum do ishin të përfitonin në masën në mend të qëti grupacioni. Unë edhe atëherë kom thonë edhe sot tam. Qëllim se kom hyja aty ka qenë që të qetë një za i fuqishëm parlament. As qytetarët as sot nuk e kanë vetëdijshëm se çka ka dëshmë ndodh me ligjin që është dëshmë miratu në parlamentin e Kosovës. Unë besoj që një mësim e ka marrë dhe qeveria tanishme, dhe cila do fshirë që të formohet atë ligj, nuk besoj që ma akuzojnë me krunë parlament. Qofse e bien dhe votohet, unë një obligim dhe një përgjithësi e kom i këpi vetës. Jom rështu në anën e drejtë. A kam fitu, as kam fitu, kjo pak ka rëndësi, me rëndësi shkanë që të futet një grup aty mrena, të kemi zonin tonë aty, mirë po kjo nuk ndodhi, pastaj edhe na gjithmonë kemi qef me thonë, na i kam vidhë potas, na i kam vidhë, po realiteti është që komisioner dhe vëzhgus kemi pasën shumë pak në pikat ku jenë grumbullu votat. Vesel, faleminderit që ishe i pranishëm. Unë falendoj ju. Në zbordhe një pjesë të historisë të në tafërt. Shumë faleminderit. Jam shumë njës. Edhe unë falendoj shumë ju edhe shikus të ju. Shpresoj se sa do pak ju mundu me kanë realist edhe gjithë ata që mendojnë që diçka kam thonë që nuk është, kisha pas dëshirë më përballë me ta. Me të kundërshtu direkt. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, jemi këtu në fund të emisionit. Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kishim Vesel Nezirin, njërin nga ushtarakët që thash në fillim, më të dalluar të luftës së fundit. Deri në emision tjetër, mirëmbëjtje.